Federico Di Marco Ale. Përshëndetje miqtë të Interis kudo që ndodheni, mirë se u rikthyet në kanal, mirë se u rikthyet pas kësaj Lecce Inter 0-2, por sa e vuajtur, sa e djersitur, më shumë në aspektin realizativ të golave, të rasteve të krijuara, pasi ishin pa fund raste të krijuara, se sa faktikisht Sommer nuk u rrezikua asnjëherë, por ishte një ndeshje tetë e vështirë, ashtu siç ndodhi edhe në fazën e parë, që për hir të vërtetës ishte vetëm pak muaj më përpara. Ndeshje tetë e vështirë që nuk dua të gjej justifikime për aspektin e mungesave që Interi kishte, por realisht një Lecce e mbyllur komplet, domethënë në komplet gjysmë fushën e vet, e tërhequr shumë mbrapa deri në metrat e fundit, çka na krijoi shumë vështirësi për të çarë. Interi vërtet kishte shumë mungesa, por ajo që bie në sy ishte shumë lojtar shumë shterp, pikërisht ata që duhet të tregonin veten sot, zëvendësuesit, ata që kanë më pak minuta në këmbë, dhe pikërisht janë këto ndeshje, ato të cilat duhet të tregojnë veten, janë ata që zgënjyen më shumë, duke filluar që nga Fratesi, duke filluar nga Sučić, gjithashtu që më ka skandalizuar komplet. Thuram nuk më pëlqeu as pak. Thuram realisht nuk e di se çfarë po ndodh me Thuram, është pikërisht ai që në këtë muaj le të themi që Lautaro kapiteni do mungojë, është pikërisht ai që duhet ta marrë ekipin për dorë, për eksperiencën, për karizmën, për impaktin që ai ka në grup, por realisht shoh një Thuram shumë, nuk e di, shumë të përgjumur. Edhe pse unë mundua, po gjithsesi unë e shija edhe në dy luftime apo në pressing që bënte, po ta krahasosh me Pio Esposito, është ku e ku, domethënë është një Thuram që bën vetëm atë detyrën e tij, le të themi, dhe sërish, edhe kur bëhet fjalë për të qenë cinik para porte, siç ishte edhe ai rasti në pjesë parë që vërtet u ngrit flamuri i ansorit, pra u cilësua si pozicioni jashtë, por me VAR ishte vetëm me portierin, dhe po të kthehej me VAR-in, ai do ishte një gol i rregullt. Pra vetëm me portierin ai e humbi atë rast, një neglizhencë totale, domethënë një mungesë serioziteti, le të themi, një Inter që siç e thash vinte me mungesa, por me lojtar zëvendësues. Lojtar titullar që e nisën, pra sulmi titullar ishte Pio Esposito me Marcus Thuram. Zielinski është fantastik. Zielinski është realisht është i vetmi lojtar që në moment që ka topin ti nuk ke frikë nëse ai e humb. Domethënë je i sigurt. Është i vetmi lojtar që ti je i sigurt në moment që ka topin që ai nuk e humb, di çfarë bën. Zielinski, për mendimin tim, edhe pse Di Marco dha ato 2 asist dhe në fund fare e zgjidhi, por unë Dimash çfarë rasti humbe me portierin. Por fati jon që kemi një Zielinski të tillë. Pra siç e thash, një Inter që vinte me shumë ndryshime në formacion, por absolutisht duhej vëmendje maksimale, pasi siç e kam thënë shpesh herë, fokusi kryesor duhet të jetë kampionati. Një Lecce që u mbrojt shumë mirë, por po të shohësh edhe statistikat, paktën pjesa e parë u mbyll 14 raste për shënim të Interit, paktën pjesa e parë. Domethënë na mungon ajo faza konkretizimi. Nuk duhet të jemi cinik para porte. Nuk mund të falen kaq shumë raste, sepse vërtet sot u zgjidh. Unë faktikisht po i prisja goditjet nga këndi, sepse kemi treguar këtë vit që me goditjet nga këndi dhe me një Di Marco të tillë që kapi kuotën e 15 asist, po kemi treguar që dim të shënoj. Por sinqerisht nuk duhet ta çosh ndeshin në këtë pikë. Nuk duhet ta çosh se sidomos me ekipe të tilla, me ekipe të vogla që mbyllen komplet në 20, 30, 25 metrat e fundit, le të themi, që mbyllen komplet ekipin mbrapa, bëhet gjithnjë e më e vështirë, dhe me kalimin e minutave, ekipe përmbijtes bëhet gjithnjë e më e vështirë që ti çash. Absolutisht për të vlerësuar edhe portieri Falcone, i cili si në fazën e parë na krijoi shumë probleme, bëri disa pritje. Nota pozitive, le të themi, për Pio Espositon që dha maksimumin e tij. Për hir të vërtetës dha maksimum. Kjo është ajo që unë pres, prandaj dyshja Pio Esposito me Lautaro është ajo që kombinohet më shumë, sepse shpirti i sakrificës, ajo që ata japin për ekipin, pressingu, loja pa top, mbrojtja e topit, gjithashtu loja me kuriz mbas sportit, domethënë janë këto elemente të cilat ty të japin e përsi edhe në lojtar, japin mundësi ekipit që të ngrihet lart, forca më shumë ofensive, çka Thuram nuk po e bën. Thuram nuk po e bën dhe u pa, domethënë në pjesë dytë, dhe për mendimin tim Kivu e vonoi edhe zëvendësimet i vonoi.
por zëvendësimet i dhanë të drejtë, sepse ishte pikërisht Mkhitaryan dhe Akanji ata të cilët ai hodhi në fushën e lojës që shënuan gol, siç e thash nga 2 goditje nga këndi, një ndeshje që shumë mirë edhe kështu, shqyr që u zgjidh edhe në këtë formë. Luis Enrique, le të themi të vërtetë, mua më pëlqeu. Pash një element që më bëri shumë përshtypje dhe realisht ndoshta duhet të japim shumë minuta dhe ta vlerësojmë Andy Diouf, një lloj mendje e lirë, le të themi, një lloj lirshmërie në lëvizje, shumë i qetë, pa shumë pressing, domethënë më pëlqeu. Impakti i Diouf në lojë më pëlqeu goxha. Bastoni e përballoi mirë, Sommer le të themi pa notë, se nuk kemi se ça vlerësimi t'i japim, nuk u rrezikua pothuajse fare. Jam komplet i zgënjur nga Sučić dhe Fratezi, komplet absolutisht Turam nuk po mes fusha, shumë i zgënjur, e shifja edhe në duelet që kishin, domethënë këmba futej me shumë nuk e di, me shumë rezerva, nuk futej në maksimum. Megjithatë, e rëndësishme është që arritëm morëm 3 pikshin, momentalisht shkojmë plus 10 nga Milani, duke i ushtruar disi presion, e vënd disi në nën presion, na pret një ndeshje shumë e fortë me Bodo Glimt që patjetër si tifoz, ne si Inter, nuk e kemi organikën e duhur, por duhet të provojmë kualifikimin, nuk do jetë e lehtë absolutisht, lojtarët duhet sakrifikohen pafund, sepse do jenë pothuajse po të njëjtët lojtarë që do luajnë, kështu që shpresojmë në Çalhanoğlu të rikthehet paktën në ndeshjen me Bodon, kështu që në të mirë në të keqe Forca Inter dhe edhe një herë Federico Di Marco, ale, ju përshëndes Interist.